الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. Parimi i radhës, parimi i 13, i cili na mundson të realizojmë pendimin në jetën tonë, është ai se pendimi i përgjithshëm nga të gjitha gjunahet është domosdoshmëri në jetën e njeriut. Ky parim degëzohet nga një fjalë e Ibn Taymiyes, dietarit tjetër të madh islam rahimahullah, i cili thotë se pendimi ndahet në 2 lloje. Përmend thot pendim i veçantë. Çfarë do thotë kjo pendim i veçantë? Kur njeriu pendohet e kryen ndonjë gjunah të caktuar dhe pastaj pendohet prej tij. E pranon se e ka kryer këtë gjunah, i ka bërë gjunah Allahu subhanahu wa taala dhe pastaj vendos në të ardhmen, i vije keq dhe vendos që të mos i kthehet në të ardhmen këtij mëkati. Pendimi i dytë është pendimi i përgjithshëm. Lidhur me këtë, hoxha e Islamit pra Ibn Taymije, Allahu mëshiroft, thot njerëzit në shumicën e rasteve dhe gjendjeve të tyre nuk pendohen me pendimin e përgjithshëm, edhe pse thot kanë nevojë tepër të madhe për një gjë të tillë. Çfarë do thot kjo? Do thot se pendimi i përgjithshëm është domosdoshmëri, është nevojë e domosdoshme për njeriu. Dhe Ibn Taymije pastaj e përmend se kur njeriu pendohet, atëherë Allahu subhanahu wa taala për shkak të këtij pendimi i alëson ndëshkimet që do të mund t'i arrinin për shkak të gjunaheve dhe mosbindjeve ndaj Allahu subhanahu wa taala. Mirë po thot sa i përket atij personi i cili pendohet me pendim të përgjithshëm. Çfarë ndodh kjo? Çfarë përfitime ka njeriu nga kjo? Thot Ibn Taymije rahimahullah se nga ky person tërhiqet tërësisht dënimi i Allahu subhanahu wa taala nga ky person. Qoftë në jetën e kësaj bote, qoftë në ahiret. Pse ndodh kjo? Thot sepse kur njeriu pendohet me pendim të përgjithshëm, do thot nga të gjitha gjunahat që i ka kryer, ato që i di dhe ato që nuk i di, ai thot realisht është treguar i vendosur që ta vazhdoj jetën me keqardhje për ato që i ka bërë, ta vazhdoj jetën duke kërkuar falje prej Allahut subhanahu wa taala për gjunahat që i ka bën kalumen, dhe po ashtu thot vendos me këmbgulje që në të ardhmen do t'ju përmbahet urdhrave të Allahu subhanahu wa taala. Pra në jetën e tij të ardhshme, në ditët e tij në vijim do t'i përmbahet urdhrave të Allahut dhe do të largohet nga ndalesat e tij. Kështu thot pendimi i përgjithshëm thot e përfshin të kaluarën e njeriu dhe po ashtu e përfshin edhe të ardhmen e tij. Do thot me fjalë tjera e përfshin tërë jetën e njeriu. Dhe kjo na jep të kuptojmë se është domosdoshmëri siç tham në fillim. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.